të hënën pat një takim 2 orësh mes Abdigjikut dhe Kurtit për që mos t'ju marrur edhe juve shumë kohë. Si e vlerësut këtë takim kur më njerë pas takimit thanë që takimi ishte shumë konstruktiv, pritëm që mas fjallës konstruktiv të kemi konstruktivitet dhe nuk na doli asgjë. Çka pozijet këtu sot, doli emri i zotit Abdigjiku që është propozuar, është vetë propozuar tjetë president. Albin Kurti është specialist. është era parë që takime tilla po mbohen veç... Bravo. Edhe në qarkun tim politik partijak, po lakuj me emra, dhe na kemi një emra të preferuar. A po lakon e emra? Po duket na ka tregu kokrën e misrit Albini. Pse PDK nuk... Edhe në lidhën demokratike doli Lumir pas takim me njëherë si kandidati mund. Çka të thot kjo? Unë e kam propozuar personalisht dhe kam thonë sa të ka Kurt, president do të jetë Ramush Haradinaj, sa është i vetmi që ja vën vijat e kuqe, jo këtij, po dhe ndërkombëtarëve i thotë, ma prek ky që të vi, ajo bët veten, në formën siç e ka bërë kundër Serbisë bën. Sepse ai ka gjakun e krejt familjes e bashkëluftarëve vllazëtarëve në këtë tokë. Nuk është njeri ai veç se ka ardhur pe mërgimit edhe bo dikushi ose pe banesë edhe bo kryeminist. Ja. Me gjak e ka lënë këtë pavarësi dhe shtet. Prandaj unë kam thonë, president do të jetë Ramush Haradinaj derisa Albin Kurti është kryeminist dhe me këtë formë politike. Duhet Ramushi që ja vën vjet e kuq. Edhe pse i ka fajet kryesore që sot Albin Kurti s'është i shpallur organizatë terroriste. Vetëm për shkak të Ramush Haradinaj që atëherë ishte dhe e merrte edhe në mbrojtje besa dhe shpëtonte nga arrestimi e dënimi 7 muaj që kishte. Prandaj këto takime kanë vetëm një qëllim. Blerjen në kohë. Për ta konsoliduar pushtetin e vet, për të bërë gjoja se po respektojmë afatet kushtetuese, për ta qurë Kosovën në një stad kur do t'i realizojë gjithë ato që thash më herët përmes strategjisë të sjelljes së zonës Haxhiu si presidente, dhe në fund, çka do të bëjë gjatë gjithë kohës? Një përshkallëzim të kontrolluar të konfliktit dhe përplasjes institucionale, brenda institucionale, do ta marrë gjatë gjithë kohës. Gjithkohë do të kemi tensionin e përplasjeve politike, përshkallëzimi i kontrolluar nga ana e Kurtit. Nga ana e Kurtit. Po, është një e qeverisë, ky ka dorë, shqipe. Zgjedhja president nuk është çështje kushtetuese. Kushtetuta është shumë e qartë. Presidentja ka pas të drejtë në dekretin që e ka lëshuar të nesërmen. Mirë, po vendimi ke i balancum pa. Kush? Gjykimi i vendimit. Vendimi i gjykatës kushtetuese me gjithë respektin se gjithmonë kam deklaruar që mos më kanë antagonist se dikur thotë more para një kohë ke thonë kështu. Gjykata kushtetuese ka qenë gardiani që ka shpëtuar shtetin e Kosovës. Nga Albin Kurti prej herësh e ka shpëtuar. Po në këtë rast. Po, në këtë rast, gjykata kushtetuese e ka shkelur objektin që e ka për trajtim, e që është kushtetuta dhe shkelja saj, dhe ka shkelur mandatin e vetë që e ka rujtja e shtetit dhe funksionimit shtetit mbi gjuhën dhe mbi germen e kushtetutës. Për çfarë arsye ka bu këtë gjë? Që shumë e lehtë mu identifiku. Njëherë është i hendikepuar se ka rënë 6 antarë. 2 prej tyre janë të sulmuar, janë të hendikepuar. Është ai i Gjakovës, çka pa emrin ai. Minoritetit serb, po dhe një që pas ka diplom të Leskovcit. Ja ka gjithë presidentja dhe ka qujtë rrezik për sigurinë nacionale. Çfarë rreziku me pas një diplom? Pa disa akademikë dhe doktorat të shkencës ne kemi me diplomat Beograd. Çfarë rreziku për sigurinë kombëtare? Edhe një absurditet që e thot një juriste që s'do të pritej për saj. Edhe tjetër që ishte arsyet pse gjykata kushtetuese ka marrë një vendim të tillë. Gjërsa po zhvilloi gjykimin e gjykatën kushtetuese, aty janë 3 antarë të huaj. Kurtit ju bë ftesa në Paris. Dhe ndikimin e gjykatë kushtetuese është vendor dhe ndërkombëtar. Dash linje drejt, dash segment, dash trekanësh, si dash quje. Dhe u ndikua që gjykata kushtetuese ta shkel mandatin e vet, garantimin e kushtetutshmërisë institucionale. Prandaj e patëm atë vendim, i cili është asmish asmet, nuk e zgjidh problemin. Ai vetëm sa thellon krizën. Analizojeni me kujdes. Dëgjoni ekspertët e kushtetutshmërisë. S'po i jap vetës të drejtë, edhe pse nuk kam qenë një jurist dosidoks kur kam studiu. Edhe i studioj ende. Pra, vetëm sa e ka thellu krizën dhe e ka postponuar, do të thonë, ka blen kohë. I ka dhënë hapësirë Kurtit me blen kohë.